Luftoni anemin dhe lodhjen me gështenja, të gjitha vetit dhe përfitimet e frutit të vjeshtës. Të pasura me karbohidrate dhe, rrjedhimisht, kalori, gjatë një vakti ato mund të zëvendësojnë një pjesë të makaronave ose bukës. Vlera e tyre energjetike i bën të shkëlqyera për të luftuar stresin dhe lodhjen dhe gjithashtu kundër ndikimit të muajve të dimrit, duke vepruar si një tonik natyral. Ky frut vjesht e përmban hekur dhe për këtë arsye është i dobishëm për ata që vuajnë nga anemia. Përveç kësaj, prania e acidit folik ose vitaminës B9 i bën ato një ushqim të rekomanduar gjatë shtatëzënisë për një zhvillim të shëndetshëm të fetusit. Nuk duhet harruar as kontributin që japin për sa i përket fibrave, rekomandohet shumë, pra, për ata që vuajnë nga kapsullëku. Por keni kujdes me gatimin, nëse mbeten të papërpunuara, mund të bëhet e vështirë tretja e tyre ose shkaktimi i gastritit. Duke qenë pa gluten, gështenjat janë perfekte për ata që vuajnë nga celiakia. Duke pasur parasysh marrjen e rëndësishme të kalorive, ato nuk rekomandohen për njerëzit me diabet, kolit apo obezitet.